Kjo është Vitore Dinga, nga fshati Malihebe. Rrudhat në ballë nuk tregojnë vitet, por vuajtje që jeta i ka sjell. Vitoria sot është 83 vjeç dhe jeton e vetme me bashkëshortin e sumur. Ajo tregon për RTS Shkodra se 15 vite më parë, si shkak i një aksidenti, humbi të vetmin djalë që kishte. Sikur të mos mjaftonte kjo, bashkëshorti nga ai moment pati probleme me shëndetin mendor. E vështirë, djali im desi 29 vjeç, burri mi iku troni prej vdekjes se një djalë patme. Ishto, me tensionej. Qa kena me ba, asisan veç. Në ima zotit e në kuj si me dasht kush me në një mund. Pagu drita kam bol, kam me pagu prep, se na dhe me gjobe, unë zdi që s'kam ka ardhë gjoba, s'kas m'ka ardhë. Kam pagu 3 milion lek për para, si dhe me kësjan pagu e njën e tjetër, i kam pagu, tesh kam edhe ga 2 milion me pagu që kam dhe me gjobë. Unë se di për që m'ka ardhë gjoba. Kja jeta jonë ma fështirë, s'ka ku shkën. Atë natën e fërtun, s'kena dalë, jena mëll një odi të afer, që thash, pritë e zëtë që do panull me kurentin, kena dalë një aty hajtë, thash, mas në zanë, e në djegë mrenë. Më në i hajde se, as ka kush me na qua as në dhej, se lene, këtu sa kërkush. E moshuara merret me prodhimin e kulturave bujqësore sa për familjen e saj, por pa mundur që t'i shes ato. Ajo apelon ndaj çdo kujt që mund të ndihmoj, pasi është e vështirë për ballimin shpenzimeve mujore dhe blerja ilaçeve. Me burr, po. Burrin e kam 87 vjeç, vetë 83, me pensione as 300.000 lekë si marrëm, ishto a jetesa jonë. Ma jetes, kush masi me shku me ble dendit që janë senat 10 ma, me na prëmi kush i gotu i kafe për shemull, na jena po s'ka që na ban kush. Fatkeqësisht rasti i Vitores nuk është i vetmi. Dhjetëra familje në qarkun e Shkodrës çdo ditë përballen me vështirësi të mëdha ekonomike, sociale dhe psikologjike, pa patur asnjë ndihmë.